Eu ovdje samo da znate da ovo nije za gradonačelnika, ovo je za građane. Zyra rajonale e Mitrovic së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është hapur të hënën në Mitrovic të Veriut, saktësisht në objektin ku funksiononte ish-dega e postës së Serbisë. Në hapjen e këtij objekti ishte i pranishëm kryeministri i Kosovës Albin Kurti bashkë me ministrat e qeverisë, i cili potencoi se në këtë zyrë do të kenë mundësi të marrin shërbime të gjithë qytetarët e Mitrovicës së Veriut, për të aplikuar për grante dhe për subvencione. Në këtë vend, pra në këtë zyrë e cila është hapur sot, më parë ka funksionuar njëra nga ish-degët e postës së Serbisë, e cila ishte mbyllur më datë 22 nëntor 2024. Po në gusht të këtij viti, pra në gusht të 2024-s, Policia e Kosovës me një aksion kishte mbyllur 9 objekte në kuadër të postës së Serbisë që funksiononin në veri të Kosovës. Kuadër të konceptit Ministrisë së Bujqësisë për shërbime të përbashkëta, One Stop Shop, kemi vendosur me hap qendra rajonale për të gjitha agjencitë e Ministrisë së Bujqësisë mu këtu në këtë lokacion. Në njërën anë ofron gjithë përfshirje, pra për të mos e lënë asnjëri mrapa ose jashtë, dhe në anën tjetër ofron mundësi të barabarta. Ashtu që të gjithë fermerët të kenë mundësi përqasje në subvencione e në grante që janë jetike për zhvillimin e bujqësisë, për rritjen edhe të prodhimit edhe të produktivitetit. Nga gjithsej 32.000 fermerë që marrin mbështetje, rreth 3.000 janë të komunitetit serb, pra afër 10%, që do të thotë se proporcionalisht shumë më tepër se sa përqindja e popullsisë. Ne dëshirojmë të dëshmojmë me punë konkrete e praktike, siç është edhe kjo sot, që nuk diskriminojmë asnjëri. Pra, kohëve të diskriminimit u ka ardhur fundi dhe këtë ne e bëjmë me zhvillim e me progres. Pyetur se pse nuk ishte i pranishëm kryetari Mitrovicës së Veriut Milan Radojević, Kurti tha se ai është i mirëpritur në aktivitetet tona. Kryeministri u shpreh se kryetarët e komunave janë përfaqësues të qytetarëve dhe se vëmendja kryesore duhet të jetë tek qytetarët dhe jo tek vetë politikantë. Molim vas da budete mnogo više građanima nego gradonačelnika. Evo ovdje samo da znate da ovo nije za gradonačelnika, ovo je za građane. On je uvek dobrodošao u svim našim aktivnostima. Sad ja ostajem samo 10 minuta, moram da se vratim u Prištinu. A prošli put ste rekli da ste ga pozvali idućom prilikom. Morate da znate da svi mi moramo da se brinemo mnogo više o građanima nego o političarima. Verujte mi, vlada, vlast uopšte mora da bude u službi građana, ne u službi gradonačelnika. Gradonačelnici su viši sloj stanovništva. Nemojte da se mnogo brinete o njima, brinite se o građanima.